Sot intervista sakt është me udhëheqësin e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotërion Pal Lekaj. Asnjëherë nuk kam pas ndonjë presion që unë të veproj kundër ligjit apo në interesat ngushta partijake apo individëve të caktuar partijak. Aleanca do të jetë triumfuese. Mirë, po si përqindje është goxha larg për të qenë partia e parë. Si do të arrini ta trefishoni? Ne kemi shiquar veprimet tona jashtëkatrorit apo sazës të subjektit që është Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe çdo herë jemi munduar që këto çështjet madhore të kenë konsenzus nacional. Presit mos ndahemi si me vetëvendosin. Jo, shpresoj dhe nuk do të ndodhe ajo. Ma i pasur kom qenë si student, se sa tani si deputet. Kom menduar që Mimoza Kusari Lila do të bën më të mirën të mundshme për zhvillimin ekonomik në Gjakov, mirë po në këtë drejtim mund të them që jam i dëshpëruar. Çdo të njëjtë në ora 22 intervista sakt.